Ndërtim pa leje brenda spitalit të Lushnjës. Prokuroria e Fierit mbyll hetimet dhe dërgon për gjykim ish-drejtorin dhe 4 persona të tjerë. Për gjykim është dërguar PV në cilësinë e drejtorit të spitalit Ihsan Çabej në Lushnjë, i akuzuar për veprën penale shpërdorim detyre, ndërsa personat GB, JS, KL dhe AS të akuzuar për veprën penale falsifikim i dokumentave. Nga hetimet e kryera mbi procedimin penal numër 831 të vitit 2021, u provua se i pandehuri PV në cilësinë e drejtorit të spitalit Ihsan Çabej Lushnjë urdhëroi ndërtimin e shtesës së quajtur uralithse mes pavioneve të patologjisë dhe të infektivit, pa marrë leje ndërtimi nga organet kompetente, duke ndryshuar destinacionin e fondit buxhetor të parashikuar për mbulimin e zbatimit të kontratës së mirëmbajtjes numër 670 fraksion 1, data 05/06/2019, pa ndjekur procedurën përkatëse ligjore dhe duke shmangur kryerjen e procedurës së prokurimit publik. Gjithashtu, situacionet e punimeve që sipas këtij të pandehuri ishin kryer tek uralithse përmbajnë më shumë punime se ato të realizuara realisht, çka ka sjellë një përfitim të padrejtë për shoqërinë që ka kryer punimet dhe dëm ekonomik për buxhetin e shtetit. Të pandehurit GB, JS, KL në cilësinë anëtarëve të Komisionit të ndjekjes së zbatimit të kontratës së mirëmbajtjes numër 670 fraksion 1, data 05/06/2019, kanë hartuar procesverbalin e datës 17/02/2021 mbi punimet e kryera në magazinën e oksigjenit, si dhe procesverbalin e datës 30/04/2021 për punimet e kryera në pavionin e infektivit, asnjë prej të cilave në fakt nuk është kryer. I pandehuri AS në cilësinë e drejtuesit teknik të shoqërisë dhe të inxhinierit zbatues të kontratës së mirëmbajtjes, ka hartuar situacionin përfundimtar për punimet e kryera gjatë periudhës 03/01/2021 deri 25/05/2021. Situacionet e punimeve të kryera në magazinën e oksigjenit dhe tek infektivi i vjetër, si dhe bashkë me komisionin e ngritur nga Spitali Ihsan Çabej Lushnjë, kanë hartuar procesverbalin e datës 17/02/2021 mbi punimet e kryera në magazinën e oksigjenit, si dhe procesverbalin e datës 30/04/2021 për punimet e kryera në pavionin e infektivit, të cilat në fakt nuk janë kryer. Mbi bazën e këtyre situacioneve dhe procesverbaleve ka dalë edhe urdhri i shpenzimit numër 711 datë 26/12/2021 për pagesën e shoqërisë që kreu punimet. Në vijim, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier shpreh angazhimin e plot dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të gjithë punonjësve shtetëror ose në shërbim publik që kryejnë vepra penale kundër veprimtarisë shtetërore.